Përshëndetje miq të Onside, jemi përsëri së bashku në episodin ton të radhës ku nuk do të mungojnë kuriozitetet dhe tematikat që na keni kërkuar dhe ju falenderojmë edhe një herë që na shkruani dhe na sugjeroni për debate dhe tema që keni dëshirë që ne t'i diskutojmë për ju dhe jemi shumë të lumtur për këtë dhe si gjithmonë kam nderin e madh që të ndaj këtë studio me mikun tim zotin Elvi Shara. Përshëndetje Lorenz, kënaqësi që jam këtu si gjithmonë on site, pak minuta na ndaj nga fillimi botrori dhe realisht ndjehemi shumë të emocionuar për ndeshjen, sidomos për ndeshjen e parë. Jemi shumë kurioz se çfarë do bëjë Meksika, pra jemi kurioz, po këto ndjekësit dhe miq tan shpesh na pyesin, po Elvi më kë është? Kë është. Unë fatikisht, pra tu dalim dhe çike pjesa e retrospektivës, unë mbaj mend që botrori i parë që unë mbaj mend, unë jam datlindja 87, kështu që bëni llogarit vetë moshën. Botrori i parë që unë mbaj mend i shikuar, se unë kem përjetuar le të them dhe 90-ën, por ka qenë 94-s. Botrori 94-s mbaj mend neshjen në mos gaboj gjysmëfinale Brazili ku Bebeto shënon një gol dhe bën atë lëvizjen sa ishte bërë baba dhe bën lëvizjen e djepit le të themi dhe ajo ka qenë piknisja që unë bëra tifoz në Brazilin. Dhe madje çuditërisht ky botror bie edhe një diçka interesante sepse pikërisht kjo lloj fanelle, pra le të them fanellat e retros janë fanellat të cilat do t'i veshin lojtarët gjatë këtij botrori. Kështu që këtu bazë hapet një temë tjetër pak më e gjerë, e cila ka të bëjë me fanellat që le të themi koncernat e mëdhenj si Adidas, Puma, Nike, Puma, po shkojnë një çike pjesa e retros dhe unë do doja di edhe nga ty, mbase nëse ke edhe ti informacion të mjaftueshëm se çfarë mund të jetë. Është interesante sepse normalisht kur fillon botrori gjithmonë përpara është kjo zhurma mediatike dhe shpesh herë ndalet edhe te pjesa e merchandising që është një element shumë i rëndësishëm në financat pastaj që grumbullohen nga sporti dhe nga futbolli në rastin ton. Dhe shumë ekipe në këtë kompeticion kanë zgjedhur nëpërmjet normalisht konsulentëve, nëpërmjet dizajnerëve të tyre etj, nëpërmjet edhe ndihmës së 3 sponsorëve të mëdhenj që janë Nike, Puma, Adidas që ti përmende, të cilët përfaqësojnë gati 77% të ekipeve, pra kemi këto 3 emrat e mëdhenj që tashmë kanë krijuar një farë monopoli në këtë sektor dhe janë rikthyer, po kujtojmë këtu sidomos ekipet kryesore që ne ndjekim më shumë, Brazili siç e the ti, po edhe Gjermania ka një uniform që kujton pak atë të 94-s pikërisht, po edhe ekipe tjera si Franca, Austria, domethënë kanë disa nuanca retro që na kthejnë në një futboll pak më nostalgjik dhe mendoj që kjo është shumë e studiuar, sepse me sa duket brezat e shohin gjithmonë me kënaqësi dhe me shumë interes pjesën e një futbolli që nuk është më dhe si të bëjmë bashk atë epokë futbolli me një epokë të re që po vjen tashmë, një nga mënyrat është pikërisht që të rishesim dhe të rihedhim në treg këto element që na kthejnë mbrapa kohë. Është edhe tepër interesante pasi ki parasysh është bërë gjithmonë 94-98, domethënë dhe Franca në mos gaboj ka më duket të 98-s, pra atë vit që vitet e arta le të themi Francës, me lojtarë si Zidane, Barthez, Desailly e tjerë. Brazili në mos gaboj 94, pra është ajo brezi 94-98 që është një brez prindëror le të themi i cili ka fëmijë, i ka fëmijë në një moshë që ndjekin futbollin dhe i ka fëmijë dhe aktiv që duan të blenë dhe gjëra. Dhe gjithashtu duan të blenë dhe fanella vetë, dhe ajo besoj është momenti më i madh që i kanë është rënë në lapsit e cila është perfekte për të marrë dhe prindit, për të marrë dhe fëmijët për bler fanellat, dhe shto këtu duke nxitur ndjenjën e nostalgjisë, duke nxitur emocionin dhe përkatësinë e atij kombi, shto këtu dhe lirshmërinë që këto fanella ti mund t'i veshësh, sepse le mos harrojmë që një fanellë, le të themi të Brazilit apo të Spanjës normale, është pak e vështirë që ta veshësh në rrugë, pra ti mund ta vesh me tuta, po në rrugë për dalë në një lokal apo në një ambient ndryshe, nuk e veshët. Kurse kur e ke pak retro, e ke pak old style, e ke parasysh ti je pak më cool dhe ti mund ta vesh me një palë xhinse, me një palë kpucë ku dëgjon samba ose diçka ndryshe dhe kjo është bërë me qëllimin që ti të shesësh sa më tepër dhe të reklamosh. Unë isha në Itali para disa ditësh edhe pata një tentacion shumë të madh që të bleja bluzën e Jamaikës.
Jamaikës. Po, sepse isha në një dyqan të Adidasit edhe po shikoja, isha me djalin edhe po shikoja për këto bluzet. Më pëlqeu shumë dizajni dhe më pëlqeu pikërisht këto element që të çojnë në një tjetër dimension të sportit, pak më romantik, por nuk e bleva sepse bashortja më tha ti nuk pi marijuana, tha dhe kjo nuk shkon. Po, dhe nuk e bleva, po ishte shumë interesante. Me që folëm për Brazilin, pra në grupin C, ka dhe një ekip tjetër që është pjesë e grupit C, që është Haiti, një ekip i vogël dhe simpatik, i cili në fanellën e tij, dhe ky është një kuriozitet për ndjekësit tanë, ka edhe flamurin e Polonisë. Pra Polonia, pavarësisht se nuk merr pjesë në botror, është prezente me flamur në botror, sepse si flamur pushtuesi apo jo? Në fakt kujton një ngjarje të 1800-s kur Napoleon Bonaparte ka dërguar një grup pushtarësh polak për të luftuar një revolucion, një kryengritje nga vendasit në Haiti, por me sa shkruhet në librat e historisë, këta ushtar në vend që të luftonin kundër haitianëve, u solidarizuan me kauzën e tyre dhe u bën bashk. Pra nga armiq u kthyen në miq dhe e fituan atë betejë dhe atë luftë dhe në shenjë respekti Haiti mban në bluzë, në uniform edhe flamurin e Polonisë. Pra kjo është një diçka interesante. Shumë tepër interesante kjo, ja vlen sepse kemi ky botror po na tregon që gjithsesi nuk është se kemi vetëm pjesën e futbollit, kemi edhe pjesën jashtë futbollit. Jo më kot Amerika është zgjedhur dhe për këtë arsye sepse komercializimi në Amerikë siç ka anët negative të cilat e çojnë biletën në çmime stratosferike, ka dhe këto anë pozitive që ti e komercializon deri në rrojnë. Dhe ki parasysh në një shoqëri e cila është multikulturore, pra nga gjithë bota, ki parasysh se sa më tepër gjithëpërfshirje ka, aq më tepër kjo gjithëpërfshirje i bashkon njerëz në një kauzë vetëm, i cili është futbolli. Dhe pikërisht me që jemi ke futbolli, ky patjetër që do jetë një kampionat që do ngjalli shumë emocion për sa i përket ekipeve favorite, për sa që ne këtu i kemi diskutuar, për sa i përket lojtarëve që do bëjnë diferencën, por unë mendoj se duhet prekur dhe pak tema e portierëve, pasi gjithsesi portierët janë një element kyç mbase i fshehur, që shumë veta nuk e kuptojnë që okay, portieri tipik klasik është ai që kap topin dhe maksimumi e godet topin për ta spastruar ose për ta çuar në gjysmë fushën kundërshtare. Unë do doja dija nga ana jote si e sheti rolin e portierit sot dhe sa i rëndësishëm për ty është sot roli i portierit, sidomos në këtë botror. Roli i portierit pa diskutim që ka dhe sjell gjithmonë rëndësinë e vet dhe ne nëse kufizohemi pak në analizë të kompeticionit botrorit ndër vite, normalisht kemi patur gjithmonë portier gjatë këtyre kompeticioneve të botrorit ndër vite që kanë spikatur më shumë se sa tjerë, me raste edhe kulminante që unë mbaj mend, më kujtohet Neuer në vitin 2010, pavarësisht se Gjermania nuk fitoi, po edhe në 2014 kur fitoi Gjermania, më kujtohet gjithashtu kanë në vitin 2002 që u shpall portieri më i mirë i kompeticionit dhe hyri dhe në treshën e topit të artë në atë vit. Pra kanë qenë portierë që kanë patur rëndësi dhe kjo tregon se si roli i portierit në një kompeticion si botrori ku në fazën e eliminimit direkt mund të jetë vendimtar. Kemi parasysh edhe 4 vite më parë në botrorin në Katar, edhe Dibu Martinez, pra portieri i Argentinës, sa i rëndësishëm që për ekipin e tij. Pra mendoj që sidomos nëse e lidhim bisedën në brenda hapësirës botrorit, mendoj që më shumë se sa kur portieri ka një rol vendimtar. Dhe në këtë botror unë do doja pak të dija edhe mendimin tënd në lidhje me ato që mund të jenë portierët protagonistë të këtij kompeticioni. Po, janë disa fatikisht. Unë doja të përqendroja ke top ekipet dhe kuptohet një nga këto do ishte Manjan, që do është një portier le të themi me veçori të veçanta, pra tepër i fortë në një kundra njësh, tepër i fortë në situata gjute nga distanca, tepër i fortë në
build-up pra në pjesën e ndërtimit të lojës, pra kur ki parasysh është një portier që thyen shumë linja pasimi me një top gjatë, pra e tërheq presionin kundërshtar dhe me këtë presion mundohet gjej gjithmonë lojtarët mbas shpinës së kundërshtarit me thyrjen e linjave që ai bën shumë mirë me të dyja këmbët. Dhe këto portier pastaj janë pak të vështirë, Rasti Manjan ka dhe një veçori specifike në të cilën dhe Neuer ngjason shumë në lojën me këmbë, sidomos për atë si fizionomi portieri, është sepse ti nuk ke se ku i preson këto lojtarë. Pra është shumë e vështirë që këto lojtarë ti presosh dhe këto portiera ti presosh sepse ato kanë të dyja këmbët i kanë të barabarta. Dhe kjo është një pjesë tepër e vështirë që Manjan e bën të veçantë. Shto këtu që në krahasim me Neuerin është dhe pak e vështirë sepse Neueri ka diçka që nuk është shumë motivues si portier, pra është një portier top, po Neueri ka mangësinë vetëm që nuk është shumë ekspresiv, le të themi, me pjesën tjetër lojtar, pra duket sikur ka një hendek me pjesën e mbrojtjes apo me pjesë të tjera të reparë të tjera të ekipit. Dhe pastaj do fusja Thibaut Courtois, patjetër mbas Neuerit, pra do fusja Thibaut Courtois, një portier që vlerat i dihen, pra nuk është se ka nevojë për të folur shumë për Thibaut Courtois, portier stabil në pjesën e portës, mbase loja me këmbë është diçka që çalon pak tek ai, por le themi është shumë i rëndësishëm për ekipin e Belgjikës. Interesante sepse kjo Belgjika normalisht do të ketë në 11-ën e parë, mendojmë të gjithë Courtois si portier titullar, por ka dhe Zvilar që këtë vit u shpall portieri më i mirë në Serie A, portieri Romës, që gjithashtu ka bërë performanca shumë të mira këtë sezon. Një tjetër kuriozitet për të gjithë ne është edhe porta e Spanjës, ku Unai Simon është preferuar ndaj Rajës dhe ndaj Garcias të Barcelonës, i cili këtë një vit e gjysmë ka patur një rritje shumë të madhe në performancë, por me sa duket mendohet që përsëri mes këtyre tre portierëve, pra Garcia, Raja dhe Simon, Spanja do ta nisi fillimisht me Simon. Atë mendoj edhe unë, e shoh Simon një portier tepër të kompletuar, me thënë drejtën, dhe për mendimin tim ai do ta nisi nga fillimi. Ki parasysh se ndonjëherë portieri shikohet edhe si e thash dhe shpar si ai që do të presi, por realisht është lojtari më kyç në fazën e ndërtimit të lojës, në fazën e sulmit në kohët moderne. Portieri këtu është elementi më kyç në fazën sulmuese. Dhe pse ndodh kjo? Kjo ndodh për vetëm arsye sepse dikush që mund të dëgjoj apo të shikoj mund të thotë që okay, sulmuesi është ai që mund të bëjë diferencën. Sulmuesi realisht duhet të 1/3 e fushës kundërshtar, aty mund të bëjë diferencë për lojtarin që bën golin, që liron një hapësirë në zonën ngushta. Por realisht ai që thith presionin kundërshtar dhe liron zonat për atë mesfushor ofensiv apo për sulmuesin është pikërisht portieri. Portieri, nëse ne kemi ekipe moderne që presojnë të gjithë 1-1, me parimin, mbyll qendrën dhe detyroj kundërshtarin të spostohet nga jashtë, ki parasysh se i vetmi lojtar plus që ne kemi është portieri. Pra, portieri jonë është ai plus 1 që ne kemi. Dhe ky plus 1 të bën që duke marrë përsipër presionin, ki parasysh një sulmues që qëndron një Dembele, le të themi, që sprinton direkt sa nisë topi, në moment që sprinton dhe sulmon portierin ton, atëherë ki parasysh se ky është -1 mbrapa, pra është plus 1 për ne. Në këtë moment është gjithë detyra e portierit në qendër mbrojtësat me numrin 6 që do të gjejë gjithmonë lojtarin e lirë. Pra finding the free man, ke parasysh që është gjithmonë në një temë sot që diskutohet në botën e trajnimit, dhe është një temë shumë moderne dhe koherente, le të themi, dhe duke gjetur gjithmonë plus 1-shin, ti ke gjithmonë mundësi që të përparosh, pra sepse je gjithmonë një situatë 2-1. Dhe nëse gjetë gjithmonë situatë 2-1, 3-2, 4-3 me superioritet që gjithmonë ta lejon portieri, atëherë kjo pastaj bën një diferencë të madhe, dhe portierat ju marr rastin e Donnarumës për shembull, tek Paris Saint-Germain, që u largua me vetëm arsye që ishte një portier që nuk luante siç donte Luis Enrique me lojën me këmbë. Pra, është bërë shumë i rëndësishëm, ndonjëherë
edhe në për akademi apo në për ekipet para, në për evenimente kur ti shikon dhe realisht edhe pjesën e nxemjes, pra çka nxemje, kur ti shikon një portier ti e shikon që ai më tepër 50% e ka me lojë me këmbë. Pra aspekte konjektive, ku është hapësira, çfarë do të shohë, pra ka shumë kërkesë llogarie tek portieri sot, më tepër se sa kurrë, se sa ky portier i rëndësishëm është, pra ky duhet të mbrojtësi një portier dhe një mbrojtës njëkohësisht duhet mendoj si një mesfushor. Pra kjo është ajo që kërkohet nga portieri sot dhe këto portierë që ne përmendëm realisht i kanë këto komponent. Dhe a është kjo atraktive pastaj për shikuesin që shikon gjithmonë pjesën e build-upit, pra ndërtimi nga poshtë lojës, është atraktive apo jo? Kjo pastaj është një diçka që nuk mund ta shpjegoj. Këtu unë mendoj se e bërë një mënyrë të shpejtë dhe një mënyrë të dur, ajo është atraktive, është shumë e bukur. E bërë një mënyrë monotone, ajo bëhet pak e ngarkuar, le të themi, për emocionin e shikuesit. Ndjekësit kanë një kuriozitet të theksuar në lidhje me atë që ti mendon se mund të ketë ndonjë surprizë në port, në këtë kompeticion, pra përveç emrave të mëdhenj që ne përmendëm, të cilët luajnë ekipet favorite, le të themi, për të arritur të paktën sa më gjatë në këtë botror. A mendon se mund të ketë ndonjë portier tjetër që mund të jetë pak më outsider, pak më underdog? Unë mendoj Lor se është Williams i Afrikës Jugut, atë shikoj si një, mendoj do ta shikojmë sot, do ta shikojmë në port dhe mendoj se ai mund të jetë një surprizë. E shoh një portier tepër të kompletuar, gjithashtu që luan mirë me ndërtimin nga poshtë, që preset nga Afrika Jugut realisht një performancë të mirë. Sepse ndonjëherë dhe portierit i duket loja më mirë kur dhe ekipi është i mirë. Pra mbrojtja fillon që nga sulmi, mes fusha, mbrojtja, pastaj portieri është i fundit. Dhe sa më mirë i ketë të lidhur këto repartet në pjesë defensive apo dhe ofensive, pra siç folëm për pjesën e ndërtimit lojës, aq më tepër të bën dhe loja në pa dhe të dalin dhe vlerat e tuaja. Dhe mendoj se Williams do jetë një nëse Afrika patjetër që ka grupin e vështirë, nëse Afrika e Jugut shkon edhe më tepër se sa grupet, atëherë mendoj se Williams do jetë një surprizë. Mund të jetë një surprizë në këtë botror. Është portier në fakt që për cilin flasin mirë. Kjo ndeshja e sotme mes Meksikës dhe Afrikës Jugut është një ndeshje midis dy ekipeve të cilat kanë në përbërje lojtarë që luajnë shumë në kampionatet vendase, edhe do të shikojmë pak kush mund të jetë në nivel. Mendoj që Meksika duhet të ketë në nivel më të lartë, por për portierin e Afrikës Jugut flasin mirë. Në 2023-shin e ka çuar ekipin në medaljen e bronzë në vend 3 në Kupën e Afrikës, pra në një kompeticion kontinental ku normalisht Afrika Jugut nuk u niste me shumë favoritizma, por le të shikojmë edhe do të jetë interesante për të parë gjatë këtij kompeticioni nëse do ketë emra portierësh të cilët do të bëjnë surprizë. Patjetër, ka edhe një veçori që duhet dallojmë një portier që luan mirë me këmbë apo një portier që është arrogant në lojën me këmbë. Pra këto janë dy momente që do t'i ndajmë, sepse një portier që është arrogant me këmbë, le të themi, përveç gabimeve, por është edhe një portier që duke treguar aftësitë e tij që mund të luajë më djathtë, ndonjëherë merr dhe situata që janë jashtë planit të lojës. Që do të thotë, nëse ti ke një situatë që ti po tërheq presionin nga një krah me tendencë, në mënyrë që të hapësh në krahun tjetër, ndonjëherë ke portierë që bëjnë disa veprime që çojnë topin në atë zonë, pra është më spektakolare, le të themi, por planit lojës nuk i përshtatet. Në sytë e publikut ndonjëherë kjo është wow, e bukur, por ki parasysh për trajnerin kjo është një arrogancë, pra që ti e shikon në fushën e lojës. Duhet kemi parasysh që duhet dallojmë edhe se si portieri luan mirë me këmbë. Loja e mirë me këmbë nuk është thjesht të kesh pasin e gjatë më të bukur, nuk është thjesht i pastër me topin, por loja mirë është të gjesh lojtarin e lirë dhe të gjesh në situatën e caktuar lojtarin e lirë. Kjo është detyra e portierit, nuk është detyra e portierit, më mend portieri Higuita, që bën ato veprimet e tij të bukura, pra është ajo fantazia e futbollit që ti realisht e ke shumë qef atë pjesë, po ashtu dhe unë, pra dhe në mos gabojmë në 94 e ka bërë ti ku botrori 94, s'ka qenë ai botrori, dhe
Ato tash më kanë hikur, nëse ti e bën atë sot ti fluturon jashtëkombëtarës po. Unë mbaj mend në 94 ka qenë edhe portieri i Meksikës, nëse ma mend Campos, që ka qenë jo më shumë se 1.75 besoj. Ka qenë ai me atë shallin, ka pas një diçka kështu. Po, një diçka me ato bluzet egzotike. Edhe kam përshtypjen se sot portier, domethënë në 1.80 vështirë se gjen më. Jo, absolutisht. Madje në një kompeticion ishim me ekipin edhe shikoj një portier që ngjatet shumë i shkurtër, realisht. Ngjatet shumë i shkurtër edhe thash unë, portieri i shkurtër nuk do ketë ardhme në mendimin tim. Ishte diku ke U19, U21 po shikonim. Edhe kur afrohen, mbasi mbaron ndeshja, qellojmë ato dhomët e xhveshës, ai ishte gati një kokë sipër meje. Pra dhe unë nuk është jam i shkurtër, ke parasysh. Pra ai ishte diku ke 1.93, 1.95 edhe ishte 10 cm më tepër se unë dhe të dukte i shkurtër. Pra ideja është që portierat sot janë bërë në gjigant, jo se janë bërë, kërkohen të tilla, që mos keq kuptoni, pra kërkohen të tilla sepse kërkesa për portierat duhet gjithmonë në një lartësi të caktuar. Se ndonjëherë ne thonim ky portier ka shkëputje. Pra normal se po të ishe 1.75, 1.80 do kishe shkëputje, se përndryshe nuk do luaja. Pra konkretisht, nuk e di sa ka qenë gjatësia e kampusit. Ky ka pas goxha sukses, po kam përshtypjen se i merrte mend pak edhe atyre sulmuesve me këtë bluzet. I dilte përpara dhe Kjo është interesante për bluzë plazhi kjo. Po. Shumë interesante dhe jo, mirë që na e futën në memorie sërish kampusin dhe doja të thoj që shtatlarësia ka qenë shumë e shkurtër. Pra, 1.85 sot je i shkurtër. Po. Jo, kam përshtypjen se Campos nuk ishte më shumë se 1.73, 1.74, besoj, po ndoshta edhe më pak. Po, besoj se edhe 1.80 apo të kishte qenë prapë i shkurtër do ishte, kështu që interesante kjo. Elv, shpejt, Dibu Martinez i Argentinës apo Alisson Becker, një zgjedhje ke? Becker. Becker apo Maignan? Maignan. Maignan apo Courtois? Maignan. Maignan apo Simon i Spanjës? Maignan. Maignan apo Kobel i Zvicrës? Maignan. Maignan apo Neuer? Për momentin Maignan. Maignan. Pra tregova që jam milanist atë. Për ty Maignan në këtë moment, domethënë krahas gjithë këtyre emrave të Portës të mëdhej, po themi për ty për momentin lojtari më përfaqësues për rolin e portierit është Maignan. Më i kompletuar për lider, për lojë me këmbë, për pritje topi, domethënë është i kompletuar, mangësia vetme është shkëputja në krosime, që krosimet sot nuk para i shohin, sepse shikojmë gjithmonë wingera inverted që futen gjithmonë nga qendra, pra krosimi është gjithmonë nuk ka më portiera që dalin nëpër krosime, të duhet në raste goditje standarde, absolutisht po. Por le themi është një portier që unë do ta vlerësoja nga nota 10, do ta vlerësoja me notën 9.5. Ti e the në fillim që Maignan deri diku në karakteristikat kujton pak edhe Neuer, po themi. A mendon se me Neuer ka qenë ai momenti ku roli është revolucionuar, pra roli ka ndryshuar shumë pikpamje në mënyrën se si shikohet portieri? Pra, a mendon se është Neuer ai momenti, pra aktivizimi i Neuer, suksesi i Neuer që e ka ndryshuar pak rolin e portierit modern? Unë them që po dhe jo, sepse roli i ndërtimit nga poshtë, le të themi si fenomen erdhi nga Barcelona e Guardiolës, pra në vitet le të themi 2008-2009 dhe pastaj historia tregon vetë. Dhe futja e portierit dhe më tepër në pjesën e build-upit erdhi po nga Guardiola kur gjeti, sepse nëse mban mend ka qenë Valdes tek Barcelona dhe Valdes nuk është se ishte një portier, se ideja është Lorë që nuk mund të themi që, nuk ka portiera që kanë qenë përpara. Përveç një Edwin van der Sar, unë nuk më mend që ka pas portiera që luanin mirë me këmbë.
Dhe Gianluigi Buffon që për mua është një nga portierët më të mirë të historisë. Ka pas portiera që kanë gjuetur penallti, kanë gjuetur goditje dënimi, ka qenë Chilavert, po nuk ishte ai pasuesi sepse nuk ju a kërkonin. Nuk ishte ai lojtari i fundit. Edhe nuk ju a kërkonin. Nuk e kërkonin pra. Dhe çfarë ndodhi në momentin që kjo doli në trend, Neueri e kishte gjatë për talent, pavarësisht se ndonjëherë konsideronte i çmendur me ato daljet e tij, domethënë kujtojmë një gol fantastik të Stankovic që e ka bërë nga gjysmë fushë kur Neuer lutet me Schalke në Champions League, mos gaboj nga mesi fushës. Pra ai poston topin me kokë, sepse ky quhet një sweeper si fenomen, portierat që bëjnë mbrojtësin e fundit, pra që dalin në aventurë i themi, po ai qëllon që bllokon topin e fundit dhe lejon ekipin që të luajë përpara. Këto janë portiera që marrin shumë risk për sipër, por rasti Neueri përveç kësaj ishte një lojtar që luante mirë me këmbë. Unë e kam parë shumë herë live Neuerin dhe Neueri nuk ke se si ta presosh sepse është aq i qetë dhe për karakteristikën e tij, pra bën çmendurira me këmbë dhe ndonjëherë nuk ta merr mendjen se si i bën. Ka një qetësi fantastike dhe olimpike dhe shumë i saktë, dhe në perceptim hapësirash. Pastaj çfarë ndodhi? Me lojën pozicionale, Guardiola e mori lojën pozicionale e çoi tek Bayerni. Pra diku nga vitet 2013, pra kur Guardiola kaloi tek Bayern 2013-2014, dhe kuptohet, cilësinë e kishte pastaj ishte Xabi Alonso, Toni Kroos mes fush, Filip Lami, i cili luante si mbrojtës i djathtë ofuse pa ashtu si numër 6 në qendër, dhe kishte lojtar tepër të mirë që luanin dhe që normal ai dëshiroi të lojtar dhe i mori, dhe Neueri ishte një, le të themi, qershi mbi tort, po jo nga maja, po nga pjesa, domethënë, e portës, që ja lejoj Guardiolës të kuptonte se sa e rëndësishme është ti të tërheqësh presionin në mënyrë për të gjetur +1 përpara. Dhe Neueri, le të themi, e ka iniciuar lojën që pastaj se është çështje e kopjon pastaj, pra gjërat kopjon, dhe ndërkohë që Neueri nisi aventurën e tij sepse ishte gati, sepse akademitë në përbot nuk po prodhonin më portiera pra nuk prodhonin në atë kohë portiera që luanin shumë mirë me këmbë. Neueri ishte i pari aty kuptua se sa e rëndësishme është që atë që Neueri po e bën në 2013-ën, ta futesh nëpër akademi dhe u stërvitën nga U9-ta, le të themi, ka U10-ta e merr radhë, portierat filluan duke bërë metodologji lojtari, pra forma rondosh, forma lojrash vogla fusin nëpër stërvitje, le të themi, lojtarësh, dhe ki parasysh 2018, 19, 20, ku këto portiera dolën për akademi, patën dhe pastaj masivizimin e portierit që luante me këmbë. Pra kjo ishte gjithë evolimi, le të themi. A mendon se është e drejtë ky presion që ka tashmë mbi portierët? Pra a mos ndoshta po i nxjerrim pak nga natyra, pak si tepër, ndoshta mund të jetë pak e egzageruar që tani një nga gjërat shumë të rëndësishme që i kërkohet portierit është pikërisht loja me këmbë, po a mos jetë pak e tepërt kjo gjë? Pra po çnatyrojmë një rol? Për sa kohë që kjo gjë do sjell sukses nuk është e tepërt. Për sa kohë ti ke shpikur disa rregulla, le të themi, që kanë vite që ndiqen futboll, 90 minutat, loja 2x45, faullat, dhe futbolli evolon, le të themi, më shpejt se sa rregullat e tuaja për ta mbajtur kompeticionin spektakolar. Atëherë lind nevoja që dikush e kap sistemin dhe ky sistem pastaj të jep eficiencë, kupton? Problemi është se si neve të japim më tepër, le të themi, spektakël në lojë, pa e bërë portierin dominant në lojën me këmbë. Sepse realisht po të shikojmë, spektakli është gjithmonë kur shënohet goli. Spektakli është aty ku ka raste, nuk është spektakli kur portieri mban topin. Portieri mban topin për qëllime që ne thëmë, për të krijuar gjithmonë atë +1, për të tërhequr presion, por portieri patjetër që është mbi ngarkuar, unë jam dakord që është mbi ngarkuar, dhe është i pjesë shumë e rëndësishme dhe është më pak e paguar në përgjithësi ai lloj roli sa një sulmues po sa edhe një mesfushor apo një numër 6 apo edhe një mbrojtës. Pra gjithmonë portieri është prapë më pak i paguar, përveç rasteve të veçanta, përgjithësisht. Dhe çfarë ndodh tani? Ideja është që unë them që është koha që neve të japim disa rregulla, të mendojmë disa rregulla të reja në futboll. Pra unë si qasë jam i qik inovative kjo pjesë, pra nuk është se ridot me një vend, me idenë ku shikojnë diçka mundohen ta përmirësoj, pra kjo është natyra ime si elf. Dhe kur shikoj portierin që mban topin e shumë, them si ne mund të inkorporojmë një
timing apo një mënyrë që ti mund ta pasosh një herë topin apo dy herë mbrapa, nuk e drejt ta luash përpara, sepse realisht ajo gjë është që ekipet profesioniste e bën në stërvitje, duan ta luajnë topin përpara. Por kur ndodhesh, sidomos ekipet gjermane, ekipet le të themi nordike mundohen të luajnë shumë përpara, ekipet angleze po ashtu. Por çfarë ndodh kur luan kundër ekipeve spanjolle, atëherë ti e kupton që pjesa e portierit është si ajo, si ai Karemi që shiko, ik shko kape. Në momentin që ti shkon pastaj preson, ato pap dalin dhe është okej, është legjitime çdo gjë, por në sytë e shikuesve ndonjëherë kjo është e mërzitshme. Dhe koha është, mendoj unë, që të gjen disa rregulla që ka variante ta thosh, është koha, është numri pasin që mund bësh brapa, që t'i japësh prioritet lojës përpara. E di çfarë, un kam një dyshimi. Kam nuk më bind diçka tek ky evolucioni i portierit modern dhe nuk më bind fakti që e kuptoj shumë mirë që në ekipet e mëdha tashmë kjo është kthyer në një karakteristikë që kërkohet. Edhe pse portieri nuk është më aq reaktiv nga performanca, nga mosha në pritjet në port, po të marrë shembullin e Neuerit të Bayerni dhe të Sommerit të Inter, dy portierë që ndoshta nuk e kanë më atë reaktivitetin e kohëve të arta, sepse normalisht edhe mosha bën vetën, ama luajnë në dy ekipe që vazhdojnë insistojnë në këto dy portierë për faktin se këto dy portierë atë interpretimin e rolit modern ndoshta e bëjnë më së miri, pra hyn në atë kategori portierë që e bëjnë më së miri dhe nga të parët. Por nuk e kam tek Bayerni, tek Interi, tek skuadrat e mëdha që i kuptoj. Pra se unë ti e di, unë jam pro një futbolli propozitiv, jam pro modernizimit, jam pro një spektakli që të jetë sa më i mirë dhe sa më i pëlqyeshëm për ne. Ajo çfarë nuk më bind është që kjo gjë tashmë po kërkohet edhe në nivele të skuadrave jo kaq të mëdha, edhe në nivele, po themi, të akademive ku ndoshta presioni për këtë portier të rinj është aq i madh që ai duhet luajë patjetër me këmbë, duhet të ketë këtë vizion, duhet të ketë këtë cilësi pasime, saqë jo të gjithë ekipet duhet të dalin me topin nga porta. Sepse rrezikojnë shumë. Ose ti je Bayerni, ose ti je Parisi, ose je një skuadër e madhe që ti mund tentosh Barcelona, ku diun Liverpooli, City, që ti ke edhe shokët pak më përpara, të cilët din të luajnë mirë me top. Po nëse ti luan në kategorinë e parë shqiptare, apo ti luan në një akademi, apo ti luan në Serie C në Itali, apo në Serie B, jo detyrimisht të gjithë lojtarët janë teknikisht shumë të aftë, kanë parametra tjera, kanë karakteristika tjera, patjetër. Po tani po i kërkohet këtyre portierëve që dhe shpesh herë, unë kam parë disa video që shet disa situata qesharake pastaj në futboll. Pra, çështja është disa njerëz në botën e futbollit, pra që punojnë në sistemin e futbollit, ndoshta këtë nuk e kuptojnë. Që okej, i dashur, unë mund t'ja kërkoj Neuerit këtë gjë, mund t'ja kërkoj Manjan këtë gjë, mund t'ja kërkoj Alisson Becker këtë gjë, pas mund t'a kërkoj ty një djalë, për shembull 16 vjeç që luan në një akademi që ti t'jesh dhe presioni bëhet shumë i madh, kam përshtypjen pastaj. Pikërisht, Lore, e ke thënë aq bukur sa s'bëhet, është një problem. Të mora shpar shembullin se si u punua, pra ishte Neueri me Guardiolin dhe u fillua në akademi të punonte. Dhe kur u fillua në akademi të punonte për këtë pjesë, ndërkohë filloi duke humbur një pjesë tjetër, që ishte ky reaksioni, sepse çfarë ndodhi? Filluan të stërviten portierët më tepër të kapin nga ana teorike dhe në anën eksplicite topat më të vështirë. Që do të thotë, nëse ti kupton teorikisht se ku sulmuesi me një kënd trupor apo me një lëvizje beli mund ta dërgoj topin, pra ti ta kuptosh, ta parashikosh këtë gjë, ti ke një avantazh si portier që të shkosh dhe të zgjatësh një hapësirë që ti e paramendon. Pra le të themi je një 0.1 sekond më shpejt se sa një portier që do ishte mësuar pak ndryshe. Dhe çfarë ndodhi? Pse lini kjo nevojë? Kjo nevojë lini shumë thjesht për vetëm arsye sepse ky build-upi që bëhet, pra pjesa e kundërshtarit në që po ta bën këtë build-upin, pra ti e portieri, ki parasysh se ky po ta bën një mënyrë që të
të nxjerrë superioritet numerik dhe kur të dalë ty përballë me portierin, të dej me një 2-3 apo 2-4, dhe kjo është gjithë ideja. Dhe në moment që të dej 2-4, ti ke 2 mbrojtësa tu apo 3 mbrojtësa dhe ato kanë superioritet 1 ose plus 2 lojtar. Tani ky lojtar që gjehet gjithmonë i lirë ka më tepër kohë të godasi portën se dikur, pra le të themi, nëse shikuesit mbajnë mend Filippo Inzaghin që shënonte gola me Mike Puce, ajo Mike Puce nuk e shef më, e shef rradh. E shef rradh sepse shikon vetëm aksione fluide që ti del në një situatë pastë. Dhe kjo situata pastë kur ke kohë, ti nuk është se do ta godasësh topin Mike Puce, do ta godasësh me një pozicion këmbës, me një pjesë të brendshme ose ku në gjysmë të rinë, dhe çosh topin një ekstrem që portieri të ketë vështirë. Dhe pikërisht në këto raste që portieri servite më tepër, sepse këto raste ndodhin më tepër. Rast po të marr shembull 5 golat e Paris Saint-Germainit tek porta e Bayernit në gjysmëfinale prapë. Pse jemi ndalë disa herë, por ka qenë realisht ndeshje highlights ku i thonë. Kanë shkuar 5 topa në portë dhe janë bërë 5 gola. Dhe portieri ishte Neuer tek porta e Bayernit. Pra, kupton çfarë duhet të them? Pra, janë aq perfekte goditjet sot sa që edhe portieri mbase nuk ka nevojë një Peruzzi apo një Taibi, një Abiati, sot do kishin shumë vështirë të luanin jo vetëm për shkak të lojës me këmbë, që asnjë në atë kohë nuk e kishte, por do kishin vështirë luanin për shkak të këtyre pritjeve specifike që në kohën e Serie A ku ishin dhe portierët më të mirë në botë, do t'i bënte sot për sot vetëm Buffon. Pra kjo është gjithë ideja. E qartë. Edhe një pyetje të fundit do kisha në lidhje me portierin, që është sipas teje sa rëndësi ka, nëse ka rëndësi, komunikimi i portierit në fushë? Është pjesa më e rëndësishme. Gjithmonë orientimet që jepen nga një staf i mirë është okay, ne ju orientojmë nga jashtë, ju do të orientoni nga brenda. Ky orientimi nga brenda, që është gjithashtu orientimi më i rëndësishëm që ne i themi coaching from the back, është parim sepse ai që është mbrapa orientohet më përpara. Sepse ka fushë pamje dhe shikon parashikimi periferik, ka dhe linjën përpara teje, disa linja, po shikon dhe topin dhe kundërshtarin. Pra është më e kollaj se sa ti të orientohesh, pra sa më përpara je në vijën sulmuese, aq më të vështirë ke orientimin se çfarë do ndodh mbrapa. Pra normalisht është vice versa që fillon nga mbrapa përpara. Dhe ki parasysh portieri sot, përveç tjerëve i kërkohet dhe kjo e ka pasur fatikisht për herë, po tani i kërkohet në nivel për të kuptuar se ku kundërshtari do të krijojë superioritetin. Dhe ndonjëherë orientimi më përpara ishte që shikoj i thoje mbrojtësit, kishte vetëm linjën e parë, shikoj i thoje mbrojtësit sepse e ke kundërshtarin mbrapa, këtë po tani do të orientosh dhe me sfushorin dhe sulmuesin se si të direktojnë presionin dhe ku ta bëjmë presionin të orientuar në cilin sektor. Pra, le të themi portieri dhe dy qendërmbrojtësat janë ato që bëjnë më tepër coaching, pra janë më tepër të lartë në zë në fushë dhe kuptohet që kur ti nuk e ke pastaj këtë fenomen në ekip, e kupton se sa ekipi çalon në pjesën e orientimit. Kështu që unë them që roli i portierit realisht është shumë i rëndësishëm, por ki parasysh se një portier i mirë, gjithsesi parimet e veta duhet të ketë ato që duhet të mbrojë topin, duhet të kapi, sepse ndonjëherë ne themi që okay, sot është trend të luash me një portier që luan me këmbë, por ki parasysh se një moment që ty të ndryshon një rregull, pra një rregull shot clock, e themi që do të mbarosh aksionin për 30 sekonda ose 1 minutë, atëherë portieri nuk do të ketë më, dhe është gabim ndonjëherë sepse shikoj plot në Shqipëri, kudo nëpër botë dhe madje edhe kur jam në komunikim me trajner, që trajnerët më shojnë shumë lojës me këmbë, është shumë e rëndësishme sot për sot, por ki parasysh nëse ty një rregull futbollit të ndryshon, ty të duhen 7 vite pastaj për të bërë portierët që ishin dikur për të kapur topin në radhë parë. Kështu nuk e di Lor se ç'a mendimi ke domethënë pjesën e portierit besoj për ta përmbyllur, çfarë këshilla do jepet ti, le të themi, trajnerëve të portierëve për akademi apo trajnerëve apo dhe vetë prindërve ose vetë portierëve në Shqipëri apo kudo. Unë këshillën që do t'i jepja është pikërisht ajo që sapo thash, që trajnerët të fillojnë të mësojnë portierët se si pritet topi. Pastaj nëse me të vërtet ato portier kanë, sepse ne kemi diskutuar disa herë që është një përqindje shumë e vogël që pastaj ka mundësi që të, sidomos në rolin e portierit, sepse lojtar ka 10 në fushë, portier ka vetëm 1, dhe pra ose mendoj unë në një akademi ku ti ke arritur maksimumin dhe ti po projektohesh për të luajtur në një ekip
të madh në një ekip profesionist, ose për ndryshe portierët duhet të mësojnë të presin, sepse rrezikohet pastaj që të përkthehet kjo situatë që mund të insistohet me këtë lojën me këmbë të përkthehet në disa momente qesharake, sipas meje që nuk do më pëlqente shumë t'i shikoja në futboll. Pra, preferoj që ky modernizim roli të qëndroj akoma, mendoj, në nivelet larta, por do preferoja që të shikoja pastaj portier në kampionatet e tjera që unë gjithsesi më pëlqen t'i ndjek, edhe nëse janë jo të nivelit shumë të lartë apo gjysmë profesionist, do preferoja të shikoja një portier që pastaj di të sillet mirë brenda zonës vogël. Megjithatë, kjo që sapo tham duhet nënvizoj se si dhe këtu ne thjesht jemi spektator dhe e pranojmë me kënaqësi se si ky rol, ashtu si kemi biseduar edhe për role të tjera dhe për evolucionin e futbollit tërësi, po në veçanti jemi spektator të një epoke ku normalisht edhe roli portierit shikohet në një këndvështrim tjetër dhe tani jemi në prag të këtij botrorit, edhe botrori është maksimumi I teknologjisë në thojza të futbollit. Pra nëse ne kemi për shembull në një kontekst automobilistik themi që shumë teknologji vjen nga Formula 1 dhe pastaj zbret shkallë në kategoritë më poshtë, edhe këtu pra shumë ndryshime theksohen dhe shikohen më tepër në botror dhe shpresojmë që edhe në rolin e portierit shikojmë ndryshimet, shikojmë risi dhe patjetër të shikojmë spektakël. Faleminderit Lor, të nderuar miq, me këto këshilla të vlefshme nga Lorenz Goga dhe nga unë kemi mbyllur edhe episodin e radhës të Onsite. Bashkë do kemi mundësinë që të shikohemi në episode të tjera. Deri atëherë, mirupafshim. Mos ndroni kanal.